Neptuni hyn në dash për rreth 14 vite dhe për ty si shigjetar, ky është një lajm shumë i mirë. Të shpjegoj thjesht dhe bukur, shigjetari, Neptuni në dash, çfarë të mira të sjell. Për shigjetari, Neptuni në dash aktivizon zonën e krimtarisë, gëzimit, dashurisë dhe vetshprehjes, rritje forte e kreativitetit, ide të reja, frymëzim, talente që dalin në pa. Art, media, rrjetet sociale, shkrim, biznes, kreativ. Nëse ke një ide që e ke shtyr, ky është momenti ta nisësh. Dashuri më e thellë dhe më shpirtërore, mund të përjetosh një dashuri të fortë, romantike, ndryshe, lidhje që të zgjojnë shpirtin, më shumë ndjeshmëri por edhe pasion. Kujdes, vetëm nga idealizimi i tepërt, mos verbohesh nga emocionet. Fat me fëmijët dhe gëzime personale, marrëdhënie më e ngrohtë me fëmijët nëse ke, lajme të bukura në familje, më shumë arsye për të buzëqeshur, gëzime për të qenë vetja. Neptuni në dash të jep forcë për të ndjekur zemrën, besim në intuitën tënde, dëshirë për të jetuar sipas të vërtetës tënde, nuk do të pranosh më gjëra që s'të përfaqësojnë. Para nga ide kreative, projekte personale, punë që lidhen me publikun, artin, rrjetet sociale, shërbimet, fitime që vijnë nga diçka që e do, jo vetëm që duhet. Mesazhi Neptunit për shigjetarin: mos ke frikë të ëndërrosh, por bëj ëndrat realitet. Pra më shumë frymëzim, dashuri dhe pasion, gëzim personal, ide që sjellin para, lidhje më e fortë me shpirtin tënd.